librat kësaj natyre asnjëherë xhanëm. Dhe kursi i një gjuhe holandeze bën që u takuan bashk të gjitha këto në një pikë dhe u detyrova të përkushtohem kësaj gjëje duke kurorëzuar edhe me këtë libër modest. Tematika e librit. Tematika Sokrat. Po, tematika është e veçantë. Janë dy ide të lidhura në një strukturë të pandashme, siç janë misticizmi dhe simbolizmi, ose semiotika që do të thotë se kjo është një libër që flet për një teori të mirëfillt, me parime, dhe gjëja kryesore, po themi në lidhje me gjuhën, është sepse unë vërtetoj që gjuha shqipe është një gjuhë që mund të jetë e vetmja dhe po shpik një term timin, ndoshta dhe ekziston, gjuhë alfabetike, që do të thotë se është një gjuhë ku fjalët mund të ndahen edhe në gërma. Ky është një fenomen shumë i rrallë dhe i panjohur deri tani, edhe teoria unë jam munduar me aq sa mundem të shpalos edhe në studio të tjera, edhe në faqet e mia të rrjeteve sociale, duke ofruar në një mënyrë edhe argëtuese. Por ajo që unë kam munduar të shpreh me këtë libër është kjo, që fjalët në gjuhën shqipe mund të interpretohen edhe në mënyrë alfabetike, që do të thotë çdo shkronjë, siç bëhet edhe fjala nga shkronjë, ndodh që edhe shkronja të jetë përbërë nga fjalë apo edhe shprehje kuptimmbartëse. Shembull. Për këtë arsye, po, nuk mund të, siç e tham, tema e sotshme është tjetër gjë dhe unë nuk dua që të thellohem tek kjo sepse do humbasim minutazhin, por unë kam zbërthyer aty deri në fund 3 simbole, k-ja, q-ja dhe g-ja, por kam hedhë dhe pista për disa të tjera, siç janë g-ja e disa me radhë. Meqense ideja është që shumë shkronja, siç është shkronja 1 për shembull, që është një shkronjë e përbërë, N plus J, sepse kjo është e reflektuar në alfabet, që është si formë ligature NJ, është përbën një fjalë. E njëjta gjë ndodh edhe te shkronja Q, që është më kryesore, po edhe G-ja e me radhë. Po tek F-ja, tek shkronja F që e përmende, se e kemi shpjeguar dhe ne këtë. Po, jam kurios, si e ke shpjeguar shkronjën, çfarë simbolike është? F-ja. F, flamur. Q-ja është, këtë kam gjetur në holandisht, Q-ja është një shkronjë e përbërë, që po ta shikosh për shembull te dy fjalë në shqip, fjalë që duhet të jenë dhe të vjetra, siç është fjala shtjerr dhe shqerr. Pra Q-ja në këtë rast është TJ, mund të zbërthehet, domethënë, ose ngjashmëria që bën kjo bashkëjetesë e këtyre dy tingujve, bën që kjo të ngjishet në një simbol të vetëm, në një tingull të vetëm, që është q-ja në këtë rast. Kjo kuptohet që ka evoluar dhe është diçka më e vështirë për t'u shpjeguar, prandaj dhe unë nuk dua. Kjo e mira është bëhet një temë vete, sot kemi një tjetër temë. Okej, vazhdojmë me temë. Nëse zoti Zazan besoj e di se për çfarë duhet të flasim sot. Kjo ishte për prezantim për mua. Po jo, ne desim një shembull, zoti Sokrat, një shembull që ju thatë që gjuha shqipe është gjuha alfabetike. Më jep 2-3 shembull, lutem. 2-3 shembull, që germa i ka kuptim dhe unë e kam thënë me intuit, edhe unë e kam thënë këtë te zoti Balej. Që i ka dhe germa kuptim gjuhës shqipe. Fjala gur për shembull, g e ka kuptim, gër. Pa, thoj 2-3-4 shembull që ne të bëjmë edhe të hapim dhe rrugën edhe kuriozitetin për të tjerët, për shqiptarët që dëgjojnë. Shiko, unë kam dhënë një shembull, ju doni shembull. Shembull ka për shembull te fjala pavarësi.
shkronja M në këtë rast i bie ë-ja, po vetë fjala M do të thot M. Pam varësi, M-ja nuk e ka ën në këtë rast, por ajo vetë është një fjalë në këtë rast. Po të marrim një fjalë tjetër, për shembull fjalën futaq. Futaq do të thot një njeri që harron shumë, dhe duke qenë se shkronja Q mund të interpretohet si një fjalë e vetme që do të thot fjala tej. Fjala tej. Do të thot që mund të ishte një fjalë tjetër, një njeri që tej harron, një njeri që harron shumë. Kjo është një rast. Kuptohet, thash, nuk mund të thellohemi, kjo do një emision të veçantë. Okej, mund të vazhdo për çfarë? Sot unë nuk doja që të prezantohesha, jam përgatitur për tjetër temë. Okej. Vazhdo atëherë. Pyetja është deklarata e pavarësisë apo misticizmi shqiptar? Jo, deklaratën e pavarësisë. Po, urdhë. Këtë e kishën. Urdhë. Çfarë mendimi keni ju që ajo deklaratë nuk është origjinale, ose është një kopje origjinale, dhe origjinale ekziston diku që ju mund ta keni gjetur? Atëherë, unë kuptohet që nuk ose e kam në dorë dhe të gjithën këtë këtë ide do ta jap si një dyshim të fortë, por kuptohet që faktet janë, për mendimin tim, që duhet marrë në konsiderat. Si që e dini që u tham që unë jam emigrant, u tham prej disa viteve, dhe njohja me disa libra, si që e thash, që quhen libra mistik. Kalojmë shpejt, se s'kemi ko, kalojmë shpejt to, hyrjet, vazhdo drejtën tem. Pa merak, në tem jam, do ta konsumoj brenda minutazhit. Unë kam ngritur një ide se ku mund të gjendet deklarata origjinale e pavarësisë. Në një moment unë këtë e realizova në mendje, po themi, dhe mu desh që të mblidhja fakte, të bëja hulumtime me ato mjete që kam, sepse unë nuk kam arkiva ose akses në për arkiva, por nëpërmjet informacioneve, nëpërmjet emisioneve, nëpërmjet teknologjisë dhe atyre që munda, arrita të ngrëj një teori të besueshme, po themi, në fakte, kuptohet, duke bërë hulumtim dhe renditje të duhur të fakteve që çojnë në këtë konkluzion. Sot po e paraqes para jush edhe opinionit publik, do mundohem sa më thjesht edhe qartë. Atëhere, duke i bërë një zhvillim hap pas hapi në mënyrë, po themi, arkeologjike, këtë mister, duke qenë se Shqipëria ka disa mistere, dhe këtë me qenë se e filluam edhe me librin edhe njohjen me teoritë e Petrozheit, aty unë u njoha me një term që quhej i treti i papërfshirë, që do të thot qendra. Kjo qendër është qendër mistike. Kjo qendër bashkon dy të kundërtat. Dhe duke vënë këtë në kontekstin që dua unë, them se mund ta përdor jo për t'i bërë qefin vetes apo shqiptarve, por duke e sjellë si diçka reale dhe që kënaq edhe logjikën. Këtë analizë do ta filloja me pyetjet që lindin natyrshëm. A është më kjo deklaratë? A ekziston? Ku është? Kush e mban të fshehur dhe pse? Analiza ime vjen mbas një renditje të duhur të fakteve që njihen, thjesht kjo gjë. Së pari, deklarata është që kemi tani në dorë, është thjesht një kopje, e dihet kjo, e nxjerr nga një fotografi
e bërë në 25 vjetorin e shpalljes pavarësisë nga Kel Kodheli. Së dyti, një fakt që dihet dhe ky, është se dikush e ka ofruar për rastin e 50 vjetorit të pavarësisë në vitin 1962 dhe ja ka shprehur këtë gjë historianit të ndjerit Kristo Frashëri. Dhe duke i pohuar atij se këtë ja kishte dhënë vet Ismail Qemali në dorë, bashkë me një letër ku thoshte ta ruante me kujdes. Këto fakte në mënyrë deduktive të çojnë në logjikën se ky person ka qenë dikush që ka marrë pjesë, që duhet ketë marrë pjesë në shpalljen e pavarësisë dhe ka qenë një njeri shumë i rëndësishëm. Dhe përveç kësaj ka qenë gjallë edhe në vitin 1962. Kristo Frashëri çuditërisht nuk ka dhënë më mendime mbas vitit 1990 që ka qenë i lirë të shprehi, po edhe dikush nuk e ka pyetur. Nuk e di nëse ka, domethënë, ndonjë informacion për këtë gjë. Nuk e di, më dëgjoni? Po, vazhdojmë. Okej. Duke patur parasysh që Ismail Qemali kishte parashikuar një listë me 83 apo 84 delegat në deklarat, janë vetëm 40. Po ashtu, aty më duket se mungon edhe firma e sekretarit. Ajo që më bën përshtypje është dhe fakti që disa personalitete të kohës dhe patriota të padiskutueshëm, si disa antar të Kongresit Manastirit, si Gjergj Fishta, për shembull, mungojnë.